Në regjinë e Alket Bushit, skena e Lezhës mirëpriti me duar trokitje të gjalla interpretimin e veprës satirike Te Porta e Parizit të poetit kombëtar Gjergj Fishta. Aktorët Kol Kunore, Leandro Malshi, Donald Dheshi dhe Sidrit Mërgjyli sollën për publikun një shfaqje e plot energji, humor dhe reflektim, duke personifikuar me mjeshtëri figurat simbolike që trokasin në portën e parajsës e përbadhen me realitetin e ashpër të shoqërisë njerëzore. Njerëzit kaq më kanë turblue, e kaq më kanë bërë kryt për vo, sa më desh me dalë këtu, naj zdruj, unë derën ta qi, fesë se po të thamë që ke mu penu. Po shkoj. Prit! Po kalo ka djallin atje. Përmes gjuhës së pasur të Gegnishtes, Fishta ironizon hipokrizin, korrupsionin dhe mungesën e moralit që karakterizonin kohën e tij, por që gjejnë jehon edhe në realitetin në sotëm. Aktorët e përfshirë në këtë projekt e konsideruan interpretimin e vargjeve të Fishtës si një nder dhe përgjegjësi të veçantë, që i shtyu të jepnin më të mirën në skenë. Është një nder do thoja me aktru një pjesë, është një shkrimtar jashtë madh dhe me aktru pjesën e Shën Pjetrit. Që besoj është një eksperiencë shumë e bukur, që nuk ka se të vjen shumë herë në jetë edhe. Ishte presioni i madh që kisha që do të interpretosh heroin tonë kombëtar, së dyti vargjet e shkruara nga një poet i madh ose ndryshe babai i letërsisë shqiptare, ishte një presion shumë i madh. Por me shumë qetësi dhe punë dur bashkë me profesor Alketin, arritëm që t'ja dalim dhe besoj të bëjmë një punë të suksesshme. I ftoj gjithë ato që nuk e kanë lexuar satirën e Fishtës, t'i bashkohen sa më shpejt dhe ta lexojnë sepse është një ndër veprat më të bukur që një njeri dhe një shqiptar me ndjenja mund ta lexojë. E kam bërë me gjithë shpirt djallin, sepse duke po ishte jo roli kryesor, por kishte më shumë dialog, më shumë batuta edhe me gjithë qef e kam bërë, edhe jam krenar. Dhe nuk e di, besoj do të jetë ndonjë eksperiencë ime e re për të vazhduar si aktor. Është një dram shumë e bukur, shpresoj që edhe të tjerë ta bëjnë, sepse është një vepër e thmollit Fishta, por mua më ka pëlqyer. Te Porta e Parizit dëshmon se satira dhe fjala e Fishtës mbeten po aq të fuqishme dhe aktuale sa në kohën kur u shkruan.